Në mëngjes apo në mbrëmje, kur duhet të lani flokët sipas ekspertëve, dëgjojeni tani. Shëndeti i flokëve është shumë i rëndësishëm për paraqitjen tonë të jashtme. Larja e tyre është gjithashtu një hap i domosdoshëm drejt flokut të bukur dhe plot me shkëlqim. Deri më tani kemi mësuar që flokët nuk duhet të lahen çdo ditë, por ka paqartësi për kohën e duhur për t'i larë ato. Me siguri ja kemi bërë vetes pyetjen: më mirë t'i lajmë flokët në mëngjes apo në mbrëmje? Stilistët më në zë të flokëve thonë se koha më e mirë për të larë flokët është mbrëmja dhe e dini pse. Ekspozimi i flokut ndaj nxehtësisë së tharëse se dëmton atë, ndaj nuk duhet ta teproni. Në mbrëmje ju mund ta thani flokun me peshqir dhe më pas të përdorni edhe një mënyrë të lehtë tharje. Kjo do të thotë se mund ta lini flokun të lagur për një kohë derisa të thahet dhe kështu do ta keni më të lehtë pa e dëmtuar atë. Flokët e sapo larë dhe të dilni jashtë mund të krijojnë gjithashtu edhe shqetësime në shëndetin e kokës suaj.